Përshëndetje shqiptarë dhe shqiptare të këtyre ditëve të samiteve madhështore. Përshëndetje shpend. Përshëndetje të gjithëve. Sot jemi të gëzuar se na kanë mbledhur madhe. Na kanë mbledhur ç'a samiti ishte ky? Cili nga samitet ishte? Ky ishte samiti i diasporës. Samiti i diasporës. Ç'a përfunduan, më thënë, ç'a doli aty? Ç'a mësuam në gjë nga ky samiti? Unë s'majmën të kemi mësuar në gjë. Po, unë s'mësova gjë, unë si diasporë, mbas se keni mësuar ju aty në Shqipëri, se pjesëmarrja mbas mund të ketë qenë më e lartë me punëtorët e administratës. Unë se kam pa fare. Nuk e ka parë fare? Po mirë e ka bërë, nuk e ka parë. Ka vite vlla që ka kaluar limiti i idiotësive që mund të shoh në ditë. Edhe mjafton që sa dalin në lagje shikoj idiotat dobishëm që më qarkullojnë lart e poshtë dhe plotësohet limiti direkt. Kështu që as nuk e llogaris fare të dëgjojnë Ramën të humbun kohën time të vlefshme me Ramën, me pisliqet që bën Rama. Është e tmerrshme. Është e tmerrshme vëlla. Nuk e di domethënë se çfarë samiti mund të quhet ai kur ka vetëm një idiot si Edi Rama që vetëm flet. Ishte një tuf. Nuk ishte vetëm një. O, është një tuf idiotësh që dëgjojnë një idiot. Po ata dëgjojnë. Edhe shumë të përbindshme vëlla të dëgjosh Edi Ramën. Nuk ka gjë më të përbindshme se sa dëgjosh Edi Ramën. Kjo është, shiko, ta nisim pak që nga ftesa domethënë. Që nga ftesa përveç këtyre fjalëve të bukura, përshëndetje si Çoni, diaspora madhe flamuri, ishte jeni të ftuar për të folur, pra po e përmbledh për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian në 2030. Pra ishte fakti kryer kë. Kështu ishte ftesa. Dhe ti që do shkoje aty si margjimtar, do shkoje për të folur që Shqipëria do futesh në 2030. Nuk ishte për ta diskutuar. Ishte do futemi në 2030. Pik. Nëse je euroskeptik. Ora, nuk ishte ky që tha më jepni votën mua dhe PS-s, Edi dhe PS-ja së bashku në Europë në 2025-ën? Mba mend ti fushatën. Po ky ishte. 2025 kalon 27, 30, do të 35. Ai që të mashtron një herë vlla, nuk e ka për zor të mashtrojë edhe herën tjetër. Mjafton që ti jesh idiot e ta besosh. Vetëm një korrigjim të vogël, ai që të mashtron ja 500 herë, nuk ka problem të mashtrojë herën e 501. Po, ku është problemi? Ku është problemi nëse ka gjetur tjetri vend për të mashtruar 500 herë? Te ai që e beson. Ku është problemi? Te ata që e besojnë. Pra, të dashur miq. Ky është realiteti. Domethënë, nuk e di se ç'a duhet të bëjmë neve, më vlla, që ti themi shqiptarëve, kudo që janë, që vetëm po mashtroheni. Edhe dikush është problemi. Problemi është që njerëzit e kanë kuptuar që opozita po i mashtron. Se sot i kanë bërë kështu. Më ka marrë një miku im i djathtë, s'po e them emrin, para se të futeshim në emision, edhe më tha, e peça katastrofe ishte protesta? Sabotazh. Edhe i thash vlla, pasi ditët ngarkuar, të lodhshme, pas 7 orësh live që më duhet punoja prapë, të punoj prapë, më ke dhënë një lajm shumë të gëzueshëm. Pra, protesta e PD-s dështoi. Lajmi më i gëzueshëm që ta marrin vesh të gjithë vlla, që janë lëtyra, ta marrin vesh të gjithë që janë njerëz të paskrupull, ta marrin vesh të gjithë që nuk të ndjek njeri kur ti je i konsumuar, nuk punon njeri për Alfred Lelën, për Flamur Nogën, për gjithë ata humbamena që janë aty. Nuk vjen ta shkrepi një fishek zjarre më. Nuk i ndjekin më njerëzit. Po problemi te shqiptarët është, e kanë kuptuar që opozita është e ndyrë, edhe bravo qoftë që e kanë kuptuar, po nuk po e kuptojnë që edhe pozita është më e ndyrë se sa ajo. Nuk po e sabotojnë pozitën. Pse mendon ti se ndodh kjo? Pse nuk po e sabotojnë, po... Shiko, ti e kupton për shembull që opozita ka probleme dhe ndahesh edhe mbaron këtu puna, ndërsa opozita ka aftësi për të bërë pazare. Për çështje shitblerjesh, është çështje interesash personal që janë më të larta te opozita. Në mënyrë të logjikshme. Opozita ka çfarë të t'japi. Opozita
ka si të të gënjej, ka më shumë para për propagandë, ka më shumë para për të dhënë, ka më shumë vende pune për të dhënë, ka më shumë vende pune për të dhënë dhe familjarëve tu, miqve tu, etj. Mund shkaktoj më shumë presion kundër teje, është më e rrezikshme, në fjalë tjera. Dhe këtu është konkluzioni. Po unë e vura re për shembull po ta paralizojmë me këtë summitin. Shikoj pak se sa gjë të turpshme për shembull. Pa ti, okay, e ftove diasporën, erdhën disa veta. Nuk i le të flisnin. I thoje po mbaron koha. Ai ka orë për të folur, ti i thua po mbaron. Pa tani unë nuk e di kur foli Rama, dole njëri ti thoshte Ramës të ka mbaruar koha. Foli Rama deri në fund. Çfarë kishte për të thënë e tha. Ministrave u tha njëri, ore ju ka mbaruar koha. Kur futën ndonjë batut nga vetja për shembull, dole njëri ti thoshte mos bëni batuta, përmbajuni agjendës, sa ju ka mbaruar koha. Nuk ndodhi kjo. Ndërsa diaspora vjen aty ti i thuat ka mbaruar koha, tani mua më jep një mesazh se samiti është grumbullim diplomatik. Dhe i jep mesazhe diplomatike. Dhe mesazhi diplomatik kur ti i thua tjetrit të ka mbaruar koha, është ti nuk e pyet fare tjetrin. Pa ti nuk e respekton diasporën që të ka ardhur aty. Nuk respekton diasporën që të ka ardhur për ka ardhur aty, e imagjinot, pa nuk respektohen as ata që po përkrajnë. Kush do t'ja thoj të madhit? Kush do t'ja thoj të madhit o Tedi? Thojti mua një shqiptar trim që ja thot të madhit vlla. Ti thoj o vlla të ka mbaru koha ti o shoku. Kemi ardhur për të folur neve dhe ta dëgjosh ti. Atyre që shkuan dhe që nuk u dëgjuan dhe që shkojnë prap është problemi. Po të bëhet samiti për javë, do shkojnë prap. Ky është problemi. Kush do ja thot këtyre është halli? Si kush do ja thojmë? Po ata budallën që kanë vajtur më, ata budallën që kanë vajtur duhet ja thonë, o ti zotri, kemi ardhur të na dëgjosh ti neve, se ty ti kemi parë veprat për 14 vjet se si e ke çu Shqipërinë grop. Ti nuk paguhesh për të folur vlla, ti paguhesh për të punuar. Po s'ka njeri, vlla, nuk ka, shikoj. Ne sa herë kemi thënë këtu edhe në Unë Tru podcast që burrnia është akt. Nuk është gjini. Bazuar në këtë lloj postulati, e di sa pak burra njohun në Shqipëri. Po nuk e di. S'ka më burra vlla. Me të tretë Edi Rama, e kupton ti sa të mërshme është me tretë Edi Rama. Një idiotë, një psikopat, është për kartele, është budalla, o zotri, është budalla më, është i smur mendor më, është i mangët më, në çfarë do lloj vendi serioz do ishte te pesa. Do ishte me ilaçe, o zotri, do pagunim kemp neve, do pagunim takset e mia dhe tua, do ishin kemp për Edi Ramën, që të pikturonte te lajën atje, do thoshte kush është smur. Është idiotë vëlla, është psikopata, kupton? Ne kemi kryeministër. Tash çfarë preti nga i popull që zgjedh idiotin për kryeministër? Që e voto masivisht. Do jeti i shëruar ky populli. Është i smur. Ore zi ka qenë edhe Nano, zi ka qenë edhe Berisha, zi ka qenë të gjithë, nuk është se ka qenë një i mirë. Po vetëm ky e ktheu në spital psikiatrik Shqipërinë vëlla, sepse Shqipëria merr formën e enës që hidhet. Vjen te Rama e bën sipas mendjes vetë vëlla. Fut në ngjyra të rozë, në ngjyra të kuqe. A kuptoni, u bë kryetari i bashkisë, vishte çitiane jeshile me çorape të kafe, me bluzë të kuqe dhe me jelek, ç'a them unë ti, gurkal. Edhe i duke i vetja mondane. Ai ishte për të hedhur në koshplerash, kur pastrohet rrugat, merr edhe Ramën ta hidhje. Si pundore fëmijët klasës parë. Thojnë pa prerë, o vllaja, ja ke parë thonjë si i ka. Është antihigienik më. Ja vure e vure Jo s'ja kanë vënë vlla. Do doja shumë t'ja vinin të gjithë, po s'ja kanë vënë akoma. Jo. E vure re që një ndër mërgjimtarët që mbajti fjalimin, një ndër mërgjimtarët shqiptar ishte kryetari i Bashkisë New Yorkut. Ose kam parë fare vlla. Ish kryetari i Bashkisë New Yorkut. Se ç'a bënte ky? Ç'a ka bërë ky ish kryetari i Bashkisë New Yorkut? Mbajti një fjalim. Mbajti një fjalim tek samiti i diasporës, që një zot e di lidhjen. Po besoj lidhja ka qenë me që u bë me dokumenta shqiptare, tani quhet si mërgjimtar që po vjen në ADV. Edhe doli dhe mbajti një tip fjalimi para shqiptarëve. Nuk e, si ma shpjegon ti mua këtë afrimitetin, këtë dashurinë mes Ramës edhe zotrisë.
Ne kemi hedhur, si tezë. Ne kemi hedhur si tezë në podcastin ton dhe ne mendojmë se nënshtetësia e Eric Adams ka të bëjë me vendin vakant nga Partia Socialiste, me qenë se kryetari i bashkisë momentalisht është në Burg, në paraburgim. PD-ja është një kal i ngordur, një as kal, nuk di çka kafshë mund të jetë e ngordur, po është e ngordur domethënë. Që s'dihet se do nxjerrë, domethënë e përdorin Florian Binajn sa për me thonë që neve kemi mbështetje dhe kur vjen puna as nuk e fusin në refene fare. Tani e duam politik, e duam që të mbrojë familjen ton politike. Duam të mbrojë interesin e neve të 11-ve bashkë me froçin ton Alfred Lelën aty, që është bërë gazi botës, nuk ka ngel njeri pa e sharë me libër shtëpi e dije. Edhe pse unë mendoj që të dy ata e meritojnë gishtin e njëri tjetrit, të dy ata që folën për gishtin, se janë i njëjti version, njëra femër, tjetri mashkull, pa çka se ky është çik bi, ky hanga të dyja, se është liberal kështu. Këtu në këtë lloj drejgjeje ka Shqipëria i dashur. Dhe unë mendoj që Eric Adams ka përqen kandidatura e Edi Ramës si nënshtetas i Shqipërisë për kryetar bashkie i Tiranës. Po Gerta me Erionin? Erion Braças. Kush është o Gerta më? Kush është Erion Braças më? Këta janë çerrat e partisë më. Këta i ka letër higjienike Rama, i përdor si ti përdori, i hedh, i afron prapë të gjitha me radhë. Kush është o Gerta më nesër liu më? Është askush më. Nuk ka njerim PS për pos Ramës, o vlla, i ka vrarë gjithë ai. Po janë alternativa më normale se ish kryetari i Bashkisë New Yorkut. Normale? Ku ka normale në Shqipëri, o Tedi? Pa, nuk e besoj që do shkoj aq larg. Po sigurt ndodhe, e kemi në i bazë bashkë këtu. Po e bëm. Shpresoj shumë që ndodhi, sepse besoj se do ta dobësoj fushatën. Këtu ka për të ndodhur vlla një PR aq i fuqishëm sa ky do t'rregoj mbështetje amerikane dhe do ta shesë Amerikën ky njeriu që ka ardhur dhe ka bërë New Yorkun do vi të bëjë Tiranën si New Yorku. E kuptoj unë këtë. Për mua vlla, Eric Adams nuk ka qenë kryetari i bashkisë së New Yorkut. Eric Adams ka qenë zari i zionistëve politik në New York, i cili quhet si kryeqendra botërore e judejve. Jemi në rregull këtu? Okej. Dhe po vjen për të njëjtën agjendë vlla. Ti jetë kryetari i atyre që do vinë. Shpjesë agjendës e gjitha. Tani më as edhe mendja më as është e thellë vlla se ka 25 vjet që punohet për në këtë drejtim. Kur neve thoshim jo s'ka mundësi, na erdhi uji deri këtu tani vlla. Ti ku je djalë Shqipëria, ku je? Je në Amerikë apo në Tiranë? Je në Amerikë vlla. Amerikë. Po të kishte shkollim të mirë Shqipëria, do ike ti student në Amerikë? Jo. Po s'do ike vlla, se është e logjikshme, nuk ke pse të lësh vendin tënd për t'ikur në një vend të huaj, nuk ke as shok, nuk ke as familje, nuk ke as lloj gjë, është vendi huaj o vlla. Michigani për ty. Nuk ke lindur ti atje, ti ke lindur këtu. Po ti ke ikur vlla, sepse kushtet socio-ekonomike të quan që ose të dëshira për të marrë dije, o vlla. Se do e drejtësh, e drejta jote për t'u arsimuar. Të çojë në Amerikë. Sado që ti je djalë patriot, sado që ti bën evenimente atje, përpiqesh të bësh për patriotizmin, për kulturën kombëtare të gjitha me radhë. Unë jam i bindur vlla që në si moment jetës tënde ti nuk e për ta menduar seriozisht rikthimin në Shqipëri. Atë se dim. Atë nuk e dim. Po se mendon vlla, nuk e mendon, edhe po të kthehesh, do vish, do thuash u pendova do ikesh prap. Ka ndodhur shumë shpesh. Edhe me shok të mit, kanë ardhur patriota, jo vlla do. Jam edhe unë dëshmitar i rasteve që kanë ndodhur. Edhe ka nejtur 6 muaj, 7 muaj, më ka thonë o shpende, di se është problemi vlla. Ktu qeka, më keq se ç'na e bën ti. Të kemi rënë qaf se mbase ti hiperbolizon gjona se urren Ramën e bla bla bla. Po jo vlla qeka më keq. Sepse këtu janë Rama të gjithë vlla. Këtu ke Rama në opozit, këtu ke Rama në pozit. Çfarë janë Ramat? Skizofrena, kleptoman, mobokrat.
E kanë kapër politika, nuk e lëshojnë vlla. Edhe janë gati, janë kail të shkatrojnë çdo gjë. Janë gati të shkatrojnë çdo gjë vlla. Si që kanë shkatruar arsimin, kanë shkatruar kulturën, kanë shkatruar çdo gjë që u ka dalë para. Janë si një orteg me parazit. Ishte Dhe kjo është shumë e tmerrshme. Ishte një ndodhi në summit ku folën ministrat edhe tema ishte që nuk mund të aspirojmë ne një qendër kulturore në Francë, po ja thoshte ministri. Dhe mbasi diskutohet gjatë, në fund fare, në kohë shtesë, e kap mikrofonin me zor, me përpjekje të larta një grua dhe thot, vre, zotërin të nderuar, që folet me orë të tëra, në Francë ka qendër kulturore. E kemi bërë para disa muajsh dhe ka ardhur ministrja e arsimit, nuk e mbaj mend, dhe e ka vizituar. Ose me fjalë të tjera i tha atij ministrit të jashtëm që vëlla të ta jap numrin e telefonit të ministres të flisnin ndonjëherë me njëri tjetrin. Pra, u diskutua mori një kohë të konsiderueshme fakti që nuk mund ta shpresojmë ose ta aspirojmë dot që mund ta bëjmë, ndërkohë ajo ishte. Pra ky ishte efikasiteti i këtij samiti. Me një kabinet të painformuar, siç i tha dhe njëra nga ato zonjat, nuk e di, mbase mund të ketë dalë kështu si lajm që ja doli një dhe ja plasin. Po, ajo që ja plasi Taulant Ballës. Ajo më është dukur mua si vetja ime tek Sali Berisha. Domethënë, të gjithë kishin vajtur për të bërë elozhe Sali Berishës, dola unë dhe ja plasa vlla ti e peshku që po ngjit pemën, që është zero shans si ti të fitosh ndonjëherë. Kjo zonja e shkret, ndoshta me më shumë guxim se sa unë, se është kundër qeverisë. Tha juve keni fasada tha. Shu i bëni bukur juve, me ngjyra, me gjëra. Se i bën ato koreografin e ka e. Po. Atë që e ka. E ka të fushës. Mua koreografia tip duket e neveritshme mua për shihet e mia personale, nuk kam qef asnjë lloj gjoje aty vlla. Mua më duket zhgaravinista, nuk më duket piktor. Ai zhgaravin, ai është karakter zhgaravin, është personalitet zhgaravin, është pamje zhgaravin, ai thonë ti ka si zhgaravin, ai është tip jo higienik, ai ka të gjitha xetat ku dërbon vlla. Ai ku dërbon. Jemi konstruktiv te kjo propaganda që bëri tani. Që ta marrin vesh. Edhe propagandën zhgaravin e ka, se çaj ditë. Po dakord, po tani e ka zhgaravin dhe i funksionon sa. Kështu që hajde ta bëjmë që ta marrin vesh njerëzit që ky samit nuk ishte samiti bashkues i diasporës, që un kam dhënë pyetje. Po të presin ty dhe mua njerëzit që ta besojnë Ramën ose jo, o vlla. Ne tani duhet të demaskojmë këtë samitin. Ço të demaskosh më atje? Ai po demaskon veten. Po njerëzit e harrojnë o vllai. E harrojnë më njerëzit më çai ka bërë Rama, e harrojnë o vllai. E harrojnë vlla, nuk kanë memorie. U përdorën, pra ai tregoi për herën e disat që e përdori diasporën politikisht. Bëri fushat. Doli dhe bëri fushat. Dhe fushata ishte pa kohë. Koha njerëzve ishte e limituar. Nuk e di, të ka dalë kjo zonja dakord, të ka dalë dhe një burr që po fliste për tokën e vet, që donin t'ia merrin mikrofonin. E pe këtë? Jo. E pe diçka të tillë? Pra, Jo. ai ishte nga diaspora, ishte i shqetësuar për pronën e tij. Jo ndonjë shqetësim i pa dëgjuar në Shqipëri. Donin të merrin mikrofonin, mos ta mbaronte deri në fund. Sepse çështja ishte që aty duhet fiteshe vetëm për bashkimin evropian, për arritjet e qeverisë, edhe kush nuk i përmbaheshe arritjeve, i mbaronte koha patjetër. E aq më tepër që ishte i mbushur me punëtor të bashkisë. Pra, domethënë, nuk e di, që kur tek ato detyrat që ka një punonjës bashkie është shtuar dhe pjesëmarrja në samitin e diasporës. Për një pyetje të tillë, vlla, unë do të thej këtë përgjigje. Ndoshta për 70% të punonjësve të bashkisë, detyra e vetme që duhet bëjnë, që të marrin rrogën, edhe pa u paraqitur fare në punë, është kjo.
të mbushin salla. A di ti që ka 40.000, 30.000 deri në 40.000 persona që marrin rrogën kot pa vajtur as ditë në punë në tërë Shqipërinë? Firmosin borderovlla. Për më tepër ka dhe persona që shkojnë në punë dhe marrin rrogën kot. Që e shton akoma edhe më shumë numrin. Po llogaritë pak 3 veta në familje, po t'i bëj 4. Me 30.000 veta i bie 90.000 veta. Këta 90.000 veta, 2 shok i kanë? I kanë. 2 të njohur. 180.000 vota potenciale nga 30.000 njerëz që rrin kot dhe marrin rrogën kot. Si do ta luftosh të sistemde? Si e la, matoj. Se këtu thotë ai po vlla Rama është i keq, thotë po marr rrogën kot aty. Po të vish ti gashi në politik, ti ma lëron nënë mua se nxjerr për mbledh kanaçe. Se un as për të mbledh kanaçe nuk jam. Se ti do marrësh Tedin, do marrësh X-in, do marrësh Y-in, çuna dhe goca që avlen, hajde që bëjmë punën. Ti s'do më përdorësh mua, unë për ty jam i padobishëm. Si e vlla, hajde bëjmë brainstorming. Po këta, po mirë, okej, mora këtë anti, po marr anën tjetër, po këta që mbledhin kanaçe dhe s'duhet ishin aty ku mbledh kanaçe, po duhet ishin në postin e punës që ka këta tipat e tjerë. Këta pse nuk flasin, pse nuk çohen? Këta që largohen. Se kanë rënë rehat. O ka rënë rehati, o Tedi. Ka rënë rehati mor mik. Po jam bler për 5 aspra. Ty mbase sta koncepton dot logjika, po jam bler për 5 aspra. Për një vend ujësjellës, për një vend elektriku, për një vend të X-i, për një vend komunale, për një vend. Po pra po, unë po pyes tani për këta të tjerët, këta që nuk kanë marrë vende. Cilët tjerë më? Për këta që i kanë merituar gjërat dhe nuk kanë marrë atë çka kanë merituar. Jo këta që kanë marrë diçka pa merit. Për pjesën tjetër. Se sigurisht vendet e punës aq janë. Ajo pjesa tjetër thot presim se mbase na vjen radha dhe neve. Të rim urt. Këto të mia që po të them tani nuk janë stimulime për të bërë debat me ty vlla. Këto janë gjëra që mua mi kanë thënë njerëzit kur kanë bërë njëtën pyetje si puna jote. Ti pse nuk çohesh? Ti që s'e futur në punë, po më kanë premtuar vlla të shohim. Po kemi vdekur ne si shoqëri vlla. Neve kemi vdekur si shoqëri. Se po e marrim përmbajtjen e sallës me radhë. Pra kjo ishte përmbajtja e sallës punojës bashkie. Po marr pak një përmbajtje tjetër të sallës. Të duket diaspor ty se nga që ishte një pjesë e konsiderueshme, edhe e kohës, edhe e mbushjes sallës. A quhet diaspor shqiptarët që janë në trevat e tyre vlla? Se mua nuk më duket diaspor, sa ai ka qenë aty dhe mbetet aty. Pra ai nuk ka lëvizur nga toka vet. Diaspor jam unë, që kam hikur nga Shqipëria në Amerikë, në Michigan. Ai që ka qenë në Preshev dhe mbetet në Preshev, pse është diaspor ai? Ai është diaspor i dashur, sepse ai është i lënë jashtë territoreve tona, juridikisht ai nuk është më shtetas shqiptar, është shtetas serb. Juridikisht ai ka pasaportë serbe. Dhe ky është i mesazh për t'i thënë shqiptarëve të Preshevës, Bujanovcit dhe Medvegjes që ju jeni serbi tani, po jeni shqiptarë që jetojnë në Serbi. Domethënë bien edhe pretendimet tona ndonjëherë që Medvegja, Bujanovci dhe Presheva janë tonat. E aq më tepër që kanë interesa të ndryshme nga ne. Sepse këta shqiptarë në këto treva kanë interesa për të drejtat pronës, për disa të drejta që ne nuk i nxjerrim nga diaspora. Se unë po të kem një problem prone, nuk i shkoj Shqipërisë, i shkoj Amerikës. Ndërsa kjo është një pjesë që për atë arsye se nuk është diaspor, janë shqiptarë që kanë ndjerë tokat e tyre dhe kanë disa probleme që shteti i tyre nuk u azil dhe i shkojnë në Shqipërisë. Dhe ti duke u përzierë këta ose duke i futur këta tek diaspora, automatikisht ja rrëzon këto pretendime. Ja rrëzon se diaspora do
gjëra shumë më të vogla se që duan ata. Se diaspora gjysmën e gjërave e ka të zgjidhura nga vendi ku jeton, ata nuk i kanë. Dhe kjo më duket ofenduese. Pastaj edhe diçka tjetër. Pra, se unë di që një summit, nga definicioni fjalës summit, duhet ketë pak konstruktivitet, duhet ketë pak diskutim, duhet ketë pak debat. Nuk është pyetje përgjigje. Mua më duk si konferencë shtypje. Konferencë shtypi ku gazetarët edhe mund të thonin ndonjë propozim. Pra ti dilje, çohesh, merre mikrofonin, thoje ore, propozoj këtë projekt nga shoqata X, kam ardhur, kam paguar biletën, kam ardhur këtu, kam punuar për projektin për t'ju propozuar, ky është projekti. Për ta diskutuar në summit. Okej, thoshte ai, faleminderit, tjetri. Po unë kam sjellë për ta diskutuar në summit, jo për ta diskutuar në për tavolina. Në për kafe nga pas, se nga pas unë nuk shkoja në summit valla. A kafe, thoja ore dua të takoj ministrin për të pirë një kafe. Jo, unë kam sjellë projektin në summit valla. Kam një projekt thoshte tjetri. Tjetri e njëjta gjë. Edhe unë kam një projekt thoshte ai, dua t'ia ndaj qeverisë. Faleminderit. Tjetri. Tjetri bënte pyetje, këta i kthejnë përgjigje. Pra kjo është konferencë shtypi. Shishe summit. Sepse atë kërkesë kanë o vlla. Tani ti do me u marr pse nuk është summit, tu nuk ka ndodhur as i summit e shoku. Çdo gjë që është quajtur summit, tu s'ka qenë summit. Vetëm emrin ka summit. Tu ke partitë që duhet të jenë demokratike dhe vetëm demokratike nuk janë, ose në rastin e opozitës kanë vetëm emrin demokratike. Tash ti thua nuk ka qenë summit. Është e tmerrshme më vlla. Është e turpshme të flasësh për atë lloj gjëre. Është e turpshme. Për atë summit është e turpshme, nuk është summit, është kongresi personal ose stand-up komedia e. Pra këtë tha ministri. Ndërkohë Kosova nga rrugë tjetër që dështon vet. Pra, në fjalë tjera tha që hajde të dështojmë bashkë me Kosovën se ndihemi keq kur po dështojmë vetëm. I njëjti ministër që i thoshte këtyre shqiptarëve, na tregoni ku jeni që të vim ne dhe t'ju regjistrojmë, sepse duhet shoheni ju të na tregoni ne ku jemi. Dhe po i njëjti person që 5 minuta më parë nuk dinte ekzistencën e një qendre kulturore, që i kishte shkuar ministri valla. Nuk po themi se e bëra unë qendër kulturore, mora një kasolla unë dhe e vet shpalla qendër kulturore. Jo valla, kishte shkuar ministrja. Pra e kishte legjitimuar shteti. Nuk e dinte ky zotëria dhe dilte i thoshte atyre ku jeni ju që nuk çoheni që t'ju regjistrojmë ne. Pra e keni fajin ju domethënë, nuk ose e keni fajin ne. E ka fajin diaspora që nuk është çuar për t'u regjistruar. Ajo, ndërkohë grupi ka hedhur parat aty. Ka hedhur parat, ka bërë qendrën kulturore. Partia Socialiste e ka në program. Mbase nuk u ka pëlqyer shumë se u ka rënë në konflikt interesi dhe kjo është temë për t'u folur. Që Partia Socialiste ka mbledhuar të programi, ka premtuar në këtë mandat do të ndërtojë qendra kulturore në disa shtete të ndryshme të botës. Amerika është një prej tyre, nuk e di në cilin shtet të Amerikës, dhe sigurisht ka qenë edhe Franca. Anglia, ka qenë Greqia, është Greqia domethënë, jo, ka qenë, është Italia, etj. Pra do të ndërtojnë qendra kulturore. Dhe nuk u vjen mirë kur marrin vesh që këta të Francës e pas kanë bërë vet, pa nuk e përdorim dot atë qendrën e Francës ne për të mbledhur interesat tanë. Po e provojmë me këta të Greqisë. Edhe me isha fjallat e Greqia, të ta jap të informacion, nuk e di a e ke parë, Komiteti Shqiptar i Selanikut doli me një deklarat që e refuzoi pjesëmarrjen në summit për shembull. Pra kishim dhe raste të tilla ku komitetet të ndryshme Humbja madhe vlla. Humbje madhe për ta. Humbja madhe. Po, humbja madhe kanë humbur një fjalim shumë të mirë të Ramës. Dhe të ishim gati për të futur në Europë vlla, po edhe të Erikut. Me ca shof. Të bëj një pyetje. Nuk e kuptojnë shqiptarët madhështinë e mendimit kritik të Ramës, baba. Kjo është. Të bëj një pyetje, çfarë mendimi ke për sepse kishin ftuar disa personalitete, jo këngëtare, jo sportiste, jo njërën tjetrën, dhe i dhanë disa dekorata, disa çmime. Që të vinin. Çfarë mendimi ke për? Kush? Po mos bëj pyetje retorike o teti. Nuk jam pyetje retorike për të bërë në emision. Ti e di se çfarë mendimi kam unë. Po në radhë parë është ofenduese njerë për artistin dhe për personalitetin, ta quash ata lloj prerjesh ti quash personalitete.
Unë di që dekoratat i merr vetëm nga presidenti. Edhe nga presidenca u dhan. U përdor presidenca. Presidenti, po leti sa ish kamarieri është noteri o vlla. Ku ka president Shqipëria, Jo, po them ora nuk ka president që thotë unë jam i omël edhe pi kafen pa sheqer, o vllai. Jo, po them u dhan dekoratat nga presidenti. Nuk ose nuk u dhan nga presidenti. Në presidencë, zotri. Dekoratat merren në bazë të cilësimeve ose kontributit intelektual, patriotik, shoqëror, kulturor që ti ke bërë me vite. Me vite. Dhe ai presidenti që ti jep ty të bën një lloj CV-je, si ke nisur, si ke bitisur. Unë nuk e kam parë si ta thash, po a ka mundësi të më iluminosh ti se kush ishin këto personalitete, na i thua çik me emra? Po, një prej tyre ishte Lori Kcana. Një shembull. Edhe Loriku nuk i thot lekut lek Loriku? Apo se ka bë Shqiponjën? Edhe që ka kështu patrioti madh. Po ç'a po thumër vlla? Loriku i mbaroi karriera futbollistike, nuk ka më karrierë. Ç'a do bëj tash, do merret me politik, do na futet në politik Loriku. Loriku po t'ishe patriota që madh, nuk shkonte të merrte dekoratat e Edi Ramës, i cili është vrasi më i madhi, t'ishte vrasi më i madh i Shqipërisë, ky patrioti i madh. Edhe unë këtë po them, që për shumë figura. Ta na bëjnë neve sigur kanë bën namin me Shqipërinë, me kombëtarët e Shqipërisë, thuat na kanë luftuar këta me gjak. Janë shitur neshet si në Bagdad. Edhe ajo është e vërtetë. Dhe këtë dua të them. Është personalitet, o vlla, nuk është personalitet Lori Kcana, ma. Lori Kcana ka bu karrierën e vet, bravo i qoftë. Jo, se nuk është personalitet fare. Është futbollist. Çfarë personaliteti? Personalitet është Mirushka Bashi vlla, është Reshat Arbana, personalitet është, nuk e di unë. As ky Robert Drenika që lëpjet pas Ramës, 90 vjeç burret lëpjesh prapë pas Ramës, po është e tmerrshme më. Shiko, është e tmerrshme më. Këta janë komunistat vjetër o shoku. U përdor. Këta janë ndyrësirat vjetra apo. U përdor reputacioni i fjalës Samit i diasporës për të marrë disa persona dhe personalitete, dhe sigurisht që u zhgënjeva nga shumë personalitete, të cilat treguan se nuk e duan vendin e vërtet vëlla. Nuk e duan vendin e vërtet. Duhet ishe i bindur më zotëre. Ore duhet ishe i bindur. Dhe vetëm për të thënë përgjigje dikujt nga shtëpia i cili vlla ka vetëm një personalitet futbolli shqiptar. Se kam për futbollin, ne kam për diçka. Okej. Po jamër te futbolli meqense the të parin the Lori Kcanën, se Lori Kcana që ka më i famshëm nga ata që pas kanë mbledhur ai. Sa ata tjerë që ka Mr. Nobody, e mora veshkët. Për aq kohë aty të vajte te një futbollist, te një cop mbrojtësi, e quajte personaliteti, më në nivelin atyre që ka qenë pas Lorikut. Një njeri vlla është personalitet në futboll dhe ai quhet Iglitare. Sepse sot është drejtuesi sportiv i AC Milan, me një vlerë në treg 1 miliard euro. Ajo skuadra që drejton ai. Po mirë, të kujton se kur Iglitare vetëm ai është nuk do shkonte aty. Ore Igli nuk e lë kohën e vetë zotri. Për të ardhur te ty, për samitet e tua pisliqe. Sepse i kushton më shumë koha e tij se sa të vite të bëj për Rama, dhe Iglitare nuk ka nevojë për të marrë një cop toke si investitor strategjik, bëj një hotel, pastroj paratë e drogës vlla. Si Iglitare ka rrogën e deklaruar që si futbollist e deri tani drejtor sportiv, e bën hotelin ku ti doj qefi i vet. S'ka interesa Igli në Shqipëri të lidhura me Edi Ramën. Është përdorur emri i Samiti diasporës, është përdorur reputacioni që supozohet kishte, që është vërtet i lartë, po kishim vërtet një samit të diasporës. Realisht një shtet që ka më shumë njerëz jashtë e brenda, po të kishe një samit të vërtet dhe të sinqert, sigurisht është big deal. Dhe është përdorur ky reputacion për të ftuar këta personat. Ishte Ilir Shaqiri për shembull, që shkoi edhe performoi, edhe
mori pjesë në disa nga takimet. Kush është ky Ilir Shaqiri? Këngëtar. Disa persona, jo ai këngëtari nga Kosova. Ai që ka kënduar Pavarësia. Apo Iliri ta kthej pushtimi atë këngën Pavarësia. Se i këndon Pavarësi sa ndeje edhe si motrën e Vučićit, vetë e merr dekorata nga si motra e Vučićit. Dhe për këtë arsye po them që është përdorur ai reputacion dhe janë mbledhur këta njerëz që na dolën të pavetëdijshëm, po ja dalin një sekond. Janë mbledhur njerëz na dolën të pavetëdijshëm, sepse po e bëja një diskutim me dikë dhe i thash na dolën shumë persona që nuk e donin vendin. Edhe më tha janë pavetëdijshëm. Okej. Janë pavetëdijshëm në rregull, janë pa informuar. Tani kur ti nuk informohesh për një temë vëlla, ç'a tregon kjo? A tregon mungesë interesi? Idiot. Tregon mungesë interesi. Pra kur ti nuk informohesh, tregon mungesë interesi. O vllai, janë dashakeqë sot teti se nuk ma ha mendja mua që nuk e din këta se s'është Shqipëria New Yorku, o vlla. Jo, po them. Shqipëria Shëbaja. E kuptoj. Po them që edhe nëse i shkon mendja ndokujt që të thotë që e kanë gënjur fasadat gënjen një njeri që nuk është i interesuar për të marrë vesh çka ka pas fasadave. Pra e them këtë për të thënë që nuk ka justifikim prezenca. Tedi, pas kanë goditur Aulon Kalan protest, edhe duhet me marr live tani direkt. Merë. Gjatë protestës se po më shkruajnë njerëzit. A mund të krijosh një ekran të Jo, unë do marr në telefon se ai është në ekran vëlla. Okej. Edhe inshallah po na e hap. Është në spital se tash në ekran. Edhe inshallah po e hap. Po më vëlla, ç'a ka ndodhur? Jam oligarti, se jemi këtu Sarajevo. Po më oligar. Ç'a ka ndodhur? Po s'ku di unë tani është dëmtuar atë policisë me ato sprajta dhe me ato gjanat me ato goditje. Ati që tash lutem se kanë fëmijë. Ç'a është pandjenja ç'a? Po tani është po prezidoni vet. Është të mëshme. A kupton ç'a ndodh vëlla? A kupton ç'a ndodh? Do të thënë policia ty të rref të bën edhe nuk mban asnjë lloj përgjegjësie. Policinë që e paguajmë neve, o vllai. Policinë e paguajmë neve dhe punojmë për këta bi kurvash, a kuptoni sa të mërshme ashtu më? E paguaj unë, vlla, ti edhe punon për Edi Ramën, për këta bastardët më, për këta hajdutat më, vlla. Ti i beson ati armën, i beson uniformën e mbrojtjes vendit, të familjes, i beson shumë çka tjetër. Dhe ai shitet. Auloni reanimacion pandjenja, kupton ti? Dhe është nuk më habit sepse në një përqindje majoritare të këtyre krimeve të bandave na del që kanë në çdo rast të paktën një bashkëpunëtor brenda policisë shtetit. Kështu që ç'a mund të pres? Ç'a mund të presim? Nuk e di valla. Nuk e di. Pozitiv valla. Më pas ka ndërguar gjithë to mesazhe pra. Drejt urgjencës. Ka shkuar drejt urgjencës. Shet mëshme. Nuk di plago realisht. Po, ja ku është. Ja ku është Auloni. E shoh vetëm hiqja edhe që doli. Pa ndjenja valla. Na i shpjego pak çfarë ndodhi me avokatin, edhe për audiencën. Vlla, çka ka ndodhur me avokatin? Këtej. Me avokatin ka ndodhur ajo lloj gjoje, vlla, që ti fotografon policin që bën shkelje mbi, domethënë shkel atë që prezumohet që të xhobisi ty, pra parkimin pa frexha në korsinë e biçikletave, në korsinë e ndalimit.
të emergjencave si quhet a, dhe kaq. Dhe tani avokati bëhet një deklarat nga drejtoria policisë vendore, totalisht e gënjeshtër. Andrean që s'ka patente kishte nxjerr drejtues automjetit. A kupton çan ndodh këtu o zotri? A kupton çan ndodh këtu? Se ne për audiencën flasim për Altin Goxhajn, se njerëzit nga këtej nuk e kuptojnë për çfarë po që ta kenë qartë. Është marr me dhunë, hajde në rajon. Pa numrat serial policia. Është edhe video kjo që ai i thot policit ku e ke numrin dhe polici i thot kam emrin, po t'jap emrin i thot apo i thot një budallik tillë. Është kjo video që po qarkullon. Kaq. Është me prova domethënë. Taka, kjo është vlla. Domethënë kjo është ajo çka ndodh. Kjo është ajo çka neve përjetojmë për ditë. Kështu që unë ju bëj thirrje të gjithëve, juve shqiptar, hajde dhe ta rrëzojmë këtë pler, këtë lloj bastardi që na ja kemi bërë neve vetes peshqesh. Neve ja kemi bërë vetes peshqesh. Nuk është se erdhi ky. Se ky lëtyra, ky lloj shpifsire, ky lloj vjellje, do ishte akoma duke shitur ikonat vjedhura poshtë lumit. Sa aty e kam vendit më, ka te plerat, më është qem plerash më vlla. Është qem plerash më. Edi Rama është i qem plerash. Po ja kemi bërë vetes peshqesh, dhe tani hajde t'ja bëjmë vetes peshqesh, që t'i rrëzojmë të gjithë. T'i shkundim njerë, t'ja marrim vesh se sa u vlen lëkura këtyre lëtyrave, këtyre bastardve, këtyre maskarenjve. Del tjetri e ka vajzën 1 vjeç nuk e ka mbush akoma, është pa ndjenja, mund të rrezikoj dhe jetën e ai. Mund të gjetë edhe në goditje në kokë tash. Të vëllai, kupton çfarë realiteti jetojmë ne këtu? Di avokati, sot Auloni, po nesër kush? Cili nga shokut tan do vritet të vlla, se po niset kështu. Kush do vdesi? Kë shok do na vrasin? Dhe ti më thu mua hajde samiti diasporës. Qa pret këtu? Qa pret vëlla? Gjenë e bëjnë. Bravo u qoftë. Jo, patjetër gjenë e bëjnë. Na e bofshin zi e mzi. Zi e mzi. Shikoj se janë hetur granata sot ndaj qytetarit. Shikoj granatat. Po e shoh. E shoh. Kjo është vëlla. Qa pret noti? Jo, unë kam unë vetëm diçka shoh që këta nuk e kuptuan se çfarë autogoli i kanë bërë vetes me këtë summit njerë. E di pse? Se është hera parë që dhe ata që janë me qeverinë kanë kuptuar talljen. Pra ishte e nevojshme që hajde t'ju tall njerë në fytyrë që ta kuptoni, se në kështu nga larg diaspora nuk po e kuptoka. Siç e pam në zgjedhje, domethënë. Pra ne flas. Ishte e nevojshme kjo. Shpresoj të bëj një tjetër. Të ftoj ca të tjerë që nuk kanë qenë. Të ftoj këta të vetët. Kjo ishte prandaj më pëlqen, se nga që bëjnë samite selektive, ftojnë njerëzit e vet dhe dalin njerëzit e vet dhe thonë, "Ore, ju po tallë keni." Ha shqyr vëllai që e kuptuat. Isha thojnë ata gjysmën tjetër, se nuk ishte vend e mjaftueshëm. Të gjithë të shiturit, se ka shumë të shitur, nuk i mban një sallë gjithë të shiturit. Në qoftë se nuk zbresim këto lloj votimesh, ore kalit, i pavarur tjetër, ore të dali gjyshi im, çohet nga varri, hajde ta votojmë ara. Kush nuk është nga këta, as i PD-s, as i PS-s, të japin votën njonit njerë, gjithë. Njonit, pa e njohur fare, më mirë se këta do jetë.
Pikërisht. Edhe fekalet tona po ti mbledhesh ti bësh top muti, jo top bore, babagjyshin e mutit dhe jo babagjyshin e borës, del më i sakt se sakta vlla, se nuk vjedh paktën. Vjedhi gjalpin në kopsht, o zotri. Në kopshtin e fëmijëve vjedhin tenderin e gjalpit. Lën fëmijët jetim pa buk. Këtu janë maskarej, ma vlla. Është genocid. I përmbush Genocid, gjitha... ma vlla, genocid psikoemocional. I Është përmbush. genocid, vlla, është dhunë sistematike. Genocidi është dhunë sistematike mbi një popull. Neve jemi të genociduar në 100 vjetë, zotri. Kemi neve të njëjta sfida që kanë gjyshrit tana, kupton disa pas jemi si shoqëri. Të kishte të njëjta sfida me babain tënd është e turpshme, është nuk e di domethënë. Nuk e di vlla. Ta them me shpirt, ta them me pastërti, është e tmerrshme vlla. O duhet me reagu ndaj këtyre legendave, o e meritofshim mutin që kemi ngrënë gjithë të kohë bër. Mësole në mendje fjalët e këtij të madhit që kur po fliste për pandërshkueshmërinë të fjalimit që mbajti, përmendi kohën e Ismail Qemalit. Sot kemi përparuar, kemi prokurori, kemi kohën e Ismail Qemalit nuk ka pasur kështu. Kemi bërë përparim. E njëjta gjë është me fjalë tjera. Po mirë, Ti e pse the vodhi si Ismail Qemali? Pse vodhi si Ismail Qemali kur ky paska institucione, se Ismaili s'paska do vite, i dha tërë me koncesion. E di ti historinë e Jo, Ismail Qemalit, e di patriotit madh. Ky vodhi, nuk mund të thuash ky vodhi si Ismaili, se ky s'ka vjedh njeri. Tash ato që e ka. Mos ja merr vend e parë. Po. Thuaj, pse vodhi thuaj? Më shumë nga gjithë. Se sa ky s'bëhet ajo punë. Ka punuar zotëria për të vjedhur kaq shumë. Nuk është e thjeshtë. Do vite. Dita kur ta shikoj atë pas hekurave. Edhe dita kur do ta shikoj që ai do mbylli syt përjetësisht vlla, do jetë dita më e lumtur e jetës time. Këto do jenë 2 ditë. Por unë dua kur nëse do kthehet në një nga ato parat që janë marrë më po. Unë du me pa njerë, du me pa në burg, o zotëri. Du me pa të poshtëruar. Sa i është burr kë, nuk është burr. A i nxjerr të gjitha. është lavire, a është mashkull lavire, nuk është kryeministër. Do zbrazet ai. Po do t'i tregoj shokët. Po t'ishte kryeministër, do merrte budallënët e bashkisë, ti quante diaspor. E madhe është, e madhe. Kryeministri është ai që i merr të gjithë para dhe i thot po vlla, un jam këtu për t'ju dëgjuar juve, edhe kundërshtimin. Po, ta thuash ke drejtën e botës. Le të flasë qytetari. Atë drejt ka qytetari, është taksa pagues. Do të kërkoj llogari. Ti po gëzon privilegjet e dhëna nga ai qytetari. Edhe me qëra fjala, edhe këto kundërshtimet që u ndaluan ishin para kabinetit, nuk ishin para kryeministrit. Me kryeministrin nuk ka në lartësinë e dur diaspore për të folur. Ky është mesazhi që ta kuptojnë dhe njerëzit. Jo as për ta lavdëruar, nuk e kanë lartësinë e dur përpara të mallit. Me kabinetin që doli i pa informuar, nuk e njihin mirë njëri tjetrin. Se nuk kam sa njojnë se çdo gjë bëhet në përjetë Ramës, se kupton, s'kam sa njojnë. Nuk e di vlla, po unë di vetëm një gjë që jemi të mallkuar, po nuk hoqe me Dirama dhe këtë junt të enturazhit politik majtës dhe djathtas, neve jemi të vdekur si shoqëri, po vdesim për ditë, o vlla. Po cil kolon jude, po cil indian, Filipinas, tu e ka bë Shqipërinë, e ka bë nuk e di domethënë. Këtu të marri Filipinasi tokën dhe diellin ton, që na e ka beku Zoti, të vinë të tjerët të shijojnë vendin ton e tikim neve, e kupton ti sa të mërshme është kjo vlla. Këtu më rri, mësohet diçka më. Të vesin në Michigan në të bubit,
në të bubit, minus 50 grad në dimër që mbyllen të gjithë në shtëpi, Po. edhe të lësh Shqipërinë se do Rama. Të lësh Shqipërinë se duan shqiptarët o vëlla, jo se do Rama. Se Rama është pasqyrimi i shqiptarëve o vëlla im. po pra prandaj, them. Po normale mërë se mami im dhe mami jot, kur ven atje, djalin e ka më të mirin unë, vendosi 10. Unë nesër fëmijës tim do t'i them zyshës sa merr 5 më. 5 ulja dhe një not 4, që të motivohet të marrim shumë. Jo të ma ngresh, të ma bësh idiot. Ulja. Te kjo e hyrjes së një populli tuaj, të bëj një pyetje për një deklaratë të kryeministrit. I bëj thirrje diasporës, tha, po e them me fjalët e mia, mbase fjalë për fjalë nuk e mbaj dot mend, nuk e riprodhoj dot. I bëj thirrje diasporës, tha, të përkrahi paketën e maleve dhe të vi të investoj në Shqipëri nëpërmjet paketës së maleve, sepse është një mundësi e artë për ju. Jo fjalë për fjalë. Çfarë si e shpjegon këtë gjë back diasporës ti? Ja, po ta shpjegoj ty që e diasporë. Hajde blim paketën e maleve në Kavaj. A e diti që ka Kavaja paket malesh? Jo. Po s'ke se si ta di se s'ka mal Kavaja vlla, po që ka paket malesh. Interesant. Paketën e maleve në Fier. Dilte edhe një idiot. Ke bërë idiot Se ka dhe Fieri paket malesh? Po të gjithë vlla, tërë Shqipëria ka paket malesh. Kanë fut gjithë Shqipërinë. Nuk e, okay. Ne themi paketa maleve se Po mirë, okay. Të merremi me thelbin e problemit, dakor. Tokat e kujt? Tokat e kujt? Tokat e motrave dhe vëllezërve. Ti qofse do me bë. Në qofse do me bë paket malesh, në radh pa rregullo që ka të 7501-shin. Shpërndaj njërë tokën dhe pronarit ti, edhe mjep mua të drejtën time të bëjun qatë në doj qefi me pronën time, se s'jap llogarit ty se qa bëj me pronën time. A kam të drejtë unë si individ që këtë thirrje e quaj si thirrje për përçarje? Pra, se me fjalë tjera është hajdeni zgjidhuni dhe me motrat e vëllezërit tuaj. Ti nuk ke të drejtë vlla, ky është fakt. Pra Ky është fakt. Kemi alternativën A, që është hajdeni ju të huaj merr ju ani tokën shqiptarëve, dhe alternativa B, që është hajdeni ju shqiptar dhe hauni ndërmjet vetes. Stërgjyshi im që ka ardhur që në kohën e qepës nga Malësia e Gjakovës, ka ardhur ka zbritur në Fier, ka bler 15 hektar toka, ndër të cilat 8 hektar ua ka falur vëllezërve të tij të Gjakut, që i bëri vëllezër Gjaku, malësor, vena, linje, gjitha me radhudhana, i ngasër tokë gjithve. Dhe për vetëm mbajti 7 hektar, qirakët e babës, më thënë, sklevrit e babës, në 91-shin dhe dolën thanë në shtoka jonë kjo se kemi punu neve këtu, a kuptoni qa bëjt o zotri. Ne kena blerë me Napoleona Ari, dhe shteti thot, këto janë vendimet të 91-shit, 92-shit dhe ti do vlerësohesh me 27 lek metri katror, 270 lek, as i ka ush fara. Tokën time vlla me pus, që rritej qa do lëgjoj, tokë me uj, Edi Rama, Sali Berisha dhe çdo kriminel tjetër për katës, thot, shikoj se kemi disa ligje këtu, A3, A2, A6, kemi qik mi vendose se toka ime, erdhi të toka jote në dark, se po bëni seks bashk, u bi vendos toka ime, vuri këmb, unë gjitë toka jote. Sepse këtu janë hajduta vlla, janë hajduta me çizme, çfarë them, jemi popull kusarësh, më kemi historinë e gënjeshtërt, më çfarë ju them, s'kemi pas heroj fare, kemi qenë vetëm kusar. Kusare, ke parti histori me tradhti, vetëm neve kemi. Gjithë ja futen njëri tjetrit. Filloj që nga Teuta. Po mirë, te kjo e tokave, ja, po të pyes ty se mbase s'marr veshun. Unë di që ata fshatarët e zonës X, këto tokat asnjanse, në thonë za, i përdorin për kullotje, i përdorin për burimet e ujit,
i përdorin për bimësin, qoftë medicinale, qoftë shumë çka tjetër. Tani kur ti marrin këta zotërinë që u bën thirrje ky kryeministri, çfarë burimesh do përdorin këta njerëz që i kanë përdorur këto burime deri më sot, që Zoti ja ka falë Shqipërisë? Se mbasën u smar vesh. Atë e di shtet. Atë e di shteti. E di shteti. Okej. Po e di shteti jam rregull. Atë e di shteti tedi, ti mos u merr me atë punë vlla, se shqiptari këtë do. Mjafton që ai të vej tek fshati vet, atje tek kafja që pi rakinë e darkës, të flasi për Big Brotherin, të flasi për Moza Ahmetin, të flasi për brekët e njonës, të flasi për brekët e tjetrës. Kaq është historia e fshatarit dhe qytetarit shqiptar. Të merret me jetën tënde, timen, tjetrin, të shikoj dashnorin e tjerëve, pa par dashnorin e gruz vet, a kupton? Se këta merren me dashnorit e tjerëve, po harrojnë dashnorin e gruz vet. Patjetër. Po kështu funksionon. Kjo është formula. Kështu që vlla, mos Do ja ta çaj do ta hallin kuptojnë, këtij do ta populli, se kuptojnë ky që të e njëjta fush. Ky popull e meriton. E meriton vlla. Ky popull e meriton këtë lloj gjëje që i bëhet. Dhe Kur do e thoshë t'rregoj atëherë që në fillim ti gash je shumë i egër, ti e urren këtë popull. Unë nuk e urrej këtë popull, unë e neveris këtë popull vlla. Më vjen shumë zor që jam pjesë e këtij populli. Mo nuk ka shanse domethënë që po të kisha mundësi të zgjidhja një popull, do zgjidhja një popull si francezi, si nuk e di, reaksionar. 6 cent rritet nafta, ta mbusha me fekale Mona Lisën, e qa ti dali mamin e Mona Lisës, e motrën e Mona Lisës, ta mbusha dhe ty shpinë me fekale. E ta djek tër Parisin. Se më rrite 6 cent naftën, ti, son of the bitch. Ti që me një laps, e rrit atë, rrogën tënde pse nuk e ulti si kryeministër kur pas kemi krizë, por rriske çmimin tim. Kurse ky popull. Mirë thot Helidoni. Tedi thot s'do ket më bakti se ndosim ambientin, do ha mishin e Bill Gatesit. Sepse jashtëtet e deleve dhe të lovet, si pas Greta Thunberg, ndikojnë në hapjen e vrimës së ozonit. Po ka dal një smundje tani tek mishi. Po e nxorën këta, direkt mishi me smundje. Sa doli Bill Gates që miratoi atë mishin sintetik, doli mishi bioorganik doli me smundje. Bravo. Coincidence. Dhe ka smur shumë Amerikan duke ulur sigurinë që kanë njerëzit tek mishi bio. Dhe duke rritur kërkesën logjikisht për këto eksperimentet e këtyre, domethënë, që nuk e dim mirë çfarë janë, se as ata vetë nuk e dinë mirë se çfarë janë. Kështu që s'kam si ta di unë. Nuk di ç'të them vlla. Nuk di ç'të them përpose jam totalisht i zgënjur dhe me këtë taulonit është mbushur kupa vlla. Me këtë taulonit sot është mbushur kupa. S'kam ç'të them për këtë. Jam pa fjalë. Domethënë, se di. Nuk e di vlla. Por di vetëm një gjë që si do që të na vej jeta, si do që të vej puna, po u bëm njëherë politikan, një gjë kemi mësuar për të popull, vlla, përdhunoje, përshtyje në gojë, bëj çfarë të duash, urinoj në gojë, këta prapë do të japin votën. Këtë e kemi mësuar të paktën. Shpresoj që ky popull të ndryshojë edhe ne të jemi pjesë e atij brezit që do bëhet për ndryshimin. S'ma ha mendja, nuk ma ha mendja valla. Jo, nuk ma ha mendja që ne vetë ndryshojmë njerë si popull. Unë shpreha dëshirën, jemi totalisht mbrapa çdo gjëje. Jemi totalisht mbrapa.
Kemi në një gjë të fundit për tënë, kemi një gjë të fundit për tënë vlla? Jo, nuk kam asgjë të fundit. Ne ajo dihet që ne jemi arkitektët e fatit ton. Edhe patjetër që edhe kur ta meritojmë, do ta kemi me merit, nuk do e kemi nga të tjerët. Sot nuk e meritojmë dhe nuk e kemi. Është aq e thjeshtë dhe aq e thjeshtë do të mbetet. Si për ne, si për çdo popull, pa rëndësi ka. Unë se di, nuk e di është bërë e lodhshme gjithë kjo hipokrizi vlla. Është bërë tejmase e lodhshme. Të flasim gjithmonë për të njëjtat gjëra, për të njëjtat probleme. Do të thonë si në 91-shin, si në 2027-ën, neve kemi problem ujë dritash. Kaq. Po qa mos t'jesh i revoltuar, Luan? Qa mos t'jesh i revoltuar, o vlla? Qa mos t'jesh i revoltuar? Këtu është për të marr flakën, mo, ti vendosësh flak gjithë Shqipërisë. Ta bësh tokë të djegur. Qa mos të revoltohesh këtu, ma burç? Kanë njerëzit hallin e Big Brotherit, o Luan. O Luan, kanë hallin e Big Brotherit. 4 idiotëve që kanë ngelur në finale. Përputhensa. A kupton ti? 1 biçozhi, 2 përputhensa edhe 1 këngëtar. Kupton ti ç'a bëhet? Kanë hallin e tyre. Aulon Kalaja në reanimacion. Goditja në kokë, pa ndjenja. Qytetarit Granada. Qa do më dy? Policinë e paguim neve, punon për Ramën. E paguim neve, punon për Ramën. E paguim neve dhe punon kundër nesh një. Rama është në klapa. Pa. Kjo është më sakt, po. Kjo është më sakt. Punon kundër nesh dhe për Ramën. Që është double. Punon kundër nesh, aka për Ramën. Se janë kundër nesh dhe për Ramën janë sinonime. Rama Crazy World që thua vrite Ramën, Rama vritet me vot vlla. Hiqe me voti dhe mbarojnë punë të tjerë me Ramën. Se disa gjuna e ka bërë Rama. E disa armi që ka vlla. Se ke i dente. Ti vetëm hiqe atë petkun e politikës, që është i mbrojtur nga shtajet bodyguard. Është një komentues dhe thot vrite Ramën, thot. Po, më fal, pse ai komentuesi do që ti si shpend të bëhesh kurbani për shitjen e votës për një sufllaqe? Pse do bëhesh ti heroi, domethënë, kur populli nuk do ta heqë vetë me votë? Apo çfarë thosh Crazy World-it valla? Kemi shpendin që na shpëton vendin edhe. Po shkoje bëje vet vlla, ik vrite Ramën vet edhe do të mbaj vllai një super mega fjalim nekrologjik për ty. Pasi të heqin qafe. Në varrim. Edhe unë do ta hedh histori. Do mbaj një fjalim që edhe ti vlla do ta duar trokise po ti ishe gjallë. Ne jemi trim apo semi idiot o Crazy. O Crazy World, nuk jemi trim apo semi budallëm vlla. Ja, është më tepër që është më tepër që do prodhojmë një ram tjetër. Një diktaturë tjetër, ç'a do prodhoj? Kjo është. Një diktaturë tjetër do prodhoj. Duhet ndryshoj kultura komplet. Në rregull. Ky është fundi. Ky është fundi, mos të vazhdojmë me këto komente të bukura nga vendi dhe bota. Po. Myzafer Xhepmeta thot, pyetja e madhe është, meqense se kemi Myzafer Xhepmeta është një miku im, na komenton live. Pyetja e madhe është thot, meqense se kemi këtë dritare Tru Podcast dhe juve në Amerikë, si mund të organizohemi dhe të bashkëpunojmë forcat për të bërë diçka për vendin, sepse s'kam fuqim pa mbështetjen tonë. O Myzafer, ti e di vlla, unë kam 7 orë dije podcast. Vi sot, pra punë sot. Kam punë dhe pasi tashi, sa ta mbyll me Tedin, kam kurs. Online, edhe 2 orë tjera. Edhe aq i ngarkuar jam vlla, sa me heq ngarkesa, i shtoj vetes ngarkesë për mos lënë kauza për gjysmë. S'kam ç'a të bëj më vlla, vetëm me marr shpirtin vetes, se s'po jetoj më për veten time vlla. Nuk po takoj, ose po rri dot në kafe për qefin tim, ose kem telefon dorë, mos me i fol njeriu, s'du me pa njeri me sy vlla. Du me net për qefin tim.
pija të cigaren time, kafen time, të zhdukem. S'po e bëj dot vlla, se më duhet punoj. Qa të vllaj dysh? S'kam qa bëj më shumë, unë kaq mund bëj, Tedi kaq mund bëj. S'dun tjerët punojnë vlla, s'dun tjerët me bo diçka, i dun gjonat gati, vazhdojnë vlla t'i gjejnë gjonat gati se mbas e i gjejnë. Se si dihet, mbas edhe i gjen vlla. Nëse. Rregull pra. Falenderojmë ato audiencat tona, të cilat ndajnë të njëjtat mendime dhe bindje me ne, për çështjet më themelore flas, në parim. Mendimet janë të ndryshme, po në parim ndajnë edhe vlera. Po i quaj vlera se çështja e vlerash në këtë rast. Me ne i falenderojmë që na përkrajnë, na ndjekin ose më saktë i falenderojmë që përkrajmë të jetën kaos. Është më saktë. Po. Vetëm kaq mund të them. Kurse unë ju uroj që na ndiqni neve se në gjithë të pislik që ka Shqipëria, të pakën të neve nuk bëni pis. Ju duam shumë dhe natë e mirë.